Selam aleikum, thot burri ka shpif për mu familjes vet, çmos fjalë të pesta s'kalon pa thon asnjë send, do të thon I kem 3 fëmijë çka me bë hoxh. Aleikum selam rahmetullahi barakatuh. Të shpifësh për gratë të ndershme është për mëkateve të mëdha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë ruani nga 7 mëkatet shkatërruese. E ka përmend pra e para shirku, mi bë shaq Allahut ose me mohu Zotin, edhe një prej tyre ka thonë me shpif për gratë të ndershme. Pa marrë parasysh si bëhet situata, si shkojnë rrethanat, burri jeton me gru apo si jeton me gru ose imponohen situata të caktuara, diçka që s'ka gruaja nuk bën me angjit. As gruaja burrit as burri grus. Është haram me shpif. Është haram me shpif. Mundesh me pas keq kuptime, mundesh me pas fjalë me ndru, ama me shpif, sidomos në moralin e bashortës, absolut nuk lejohet. Ato që ka, mos ja bëha. Ato që se ka prej të këqijeve, mos ja nxit. Vallahi është haram. Është mëkat I madh. Ty Allah azza xal të ruajtë të bekoft, të ruajtë edhe ata fëmijë. Kujdes mundohu që me bë dua, edhe me të kalu sa më mirë situatën. Allahu ju dhash khajr dhe bereqet në jetën e martesën e juaj.